Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana, sot kemi një vlog të ri. Edhe kjo jam unë që po editoja këtë vlogun. Edhe ju kam mësuar që nuk bëj kur mbyllje në për vlogje, por kësaj radhe harova të bëj edhe hapje. Thjesht nuk e nisa kur. Ndjesha që vazhdoja një vlog tjetër. Erdha këtu që t'ju përshëndes edhe t'ju them që do nis ky vlogu me një haul. Edhe do ketë shumë gjëra brenda, si të tipit udhëtim, Shqipëri, do ritakojmë me motrën, me familjen, do shkojmë në Tiranë, e të gjitha këto gjërat përgatitje. Kështu që shpresoj të kaloni bukur edhe të bëni një like, një subscribe, një koment, me që jam këtu në fillim edhe u kujtova ta them edhe këtë tani, një çdo gjë që keni mundësi edhe të më ndihmoni. Edhe tani vazhdojmë me programin ton. Kjo goca këtu te vlogu i fundit që postova, ju kisha thënë që kisha vajtur në qendër tregtare, që do ju bëj haul me gjërat që mora, e këtej ëndej. Nuk ju tregova kur as edhe një gjë, kështu që i kam mbajtur të gjitha në anë atje, edhe është ora t'ju bëj haulin e javës e kaluar që nuk i tregova. Do filloj me diçka shumë bazike, të cilën nuk e kisha te dollapi im dhe desha këtu edhe shumë kohë të blej diçka të tillë. Kam marrë një palë pantallona të zeza. Kanë këtë efektin kabana që themi ne. Domethënë janë të ngushta lart edhe hapen këtu poshtë. Desha shumë kohë të marr të tilla sepse kam shumë bluza, të cilat çdo herë që i visha thosha, "A ti kisha këto pantallonat, a ti kisha këto pantallonat." E çdo herë që shkoja në qendër tregtare thosha, "A të marr të shkoj të gjej, të kërkoj si këto." Edhe gjithmonë haroja. Më në fund ja dola, mora këto të cilat janë nga Bershka dhe ndjem që më rinë edhe shumë bukur në trup. Do i shikoni kur ti vesh me të një outfit. Dhe i mora në masën 36. Kushtonin 22-23 euro. Më duket, mbas edhe 25, nuk jam e sigurt. Duket e 20 ca. Pastaj vazhdoj me Zara. Vajta kastile sepse kisha parë këto pantallonat këtu, të cilat janë të shkurtra. Jo të shkurtra fare, po e kuptoni. Arrin deri te gjuri. Edhe i provova, më pëlqyen si më rini. Këto i mora për udhëtimin që do shkoj, sepse kisha menduar një outfit kështu të bukur, cute, edhe desha t'i marr me vete këto. Këto kushtonin 30 euro. I kam marrë në masën small. Normalisht do mirja extra smallin, po thjesht desha të më rinin pak më të gjëra, të më rinin, domethënë me shumë bel të ulët. Prandaj mora në masën small. Pastaj kemi këtë xhaketën të cilën ja u tregova te vlogu i kaluar, me stripes në këtë ngjyrën jeshile që më pëlqevi shumë. Këtë mora diku te 12-13 euro me ulje nga Bershka. Kot kështu e pash para thash, cute, e bukur kjo. Me që po bëj blerje e merr edhe këtë fute. Pastaj kam një palë pantallona të tjera, të cilat janë të hap ndonjë dritë. Më shikoni mirë. Nuk e di pse nuk e kisha hapur pak më para. Skaq. Pastaj kemi një palë pantallona të tjera, të cilat janë në këtë ngjyrë blu të errët, edhe materiali që kanë është si tip lino, shumë i lehtë. Këto normalisht besoj e kuptoni janë për behar, po ishin me ulje dhe ju kam thënë, tani që ka ulje është koha të bëni shopping për beharin, sepse i mora 8 euro. Edhe shumë e gëzuar jam për këtë çmimin që kishin. Edhe pastaj një palë pantallona të tjera, prap me ulje, prap për behar, prap nga Bershka. Këto kushtonin 13 euro. Këto i kam marrë edhe në masën medium, që të kuptoni ju. Më rinin pak të mëdhaja, po kanë lidhse këtu në mes, kështu që disi e bëja të funksiononte. Edhe barabartë i desha me bel të ulët edhe këto. Janë si tip tuta, po këto fëshfësh. Nuk e di si ta shpjegoj këtë materialin që kanë. Fëshfëshin. Kështu i themin e këtu në shtëpi. Dhe më pëlqen shumë për behar, super të lehta. Ndjem që do mundem t'i ve edhe në për aktivitete si të tipit kur shkoj për hecje në mal edhe këto gjërat, më duhen pantallona si këto, shumë të lehta edhe tuta, domethënë tamam. Shumë të lira, shumë të bukura. Shumë nice, vazhdoj. Zara, prap, rikthehem. Kjo nuk ishte me ulje, desha të marr një rip të bukur, sepse unë jam një person që nuk prish kur lek për ripa.
ndjem që janë lek kot. Po pastaj kur shikoj të veshura në njerëz të tjerë, them, ripi është që jep ndryshon gjithë outfitin, domethënë aksesoret në përgjithësi, jo vetëm ripi. Edhe desha të investoj në një rip të bukur, të mirë. Gjeta këtë nga Zara, i cili ka këtë këtu pare që është gold, edhe ndjem që duket si aksesor, jep diçka. Edhe ngjyrën e kafe të erët, problemi është që më rinte pak e madhe në bel, por s'ka që do shkoj të hap brima të reja. Kjo për shembull i kushtonte 26 euro. Nuk jam pak për rip. Po thash hec mod, do marr një herë. Nuk është që do shkoj çdo javë do marr ripa. Vazhdoj prap me Zara. Gjeta këtu shallin, që thoni ju. Edhe ndim që këto shallët kanë dalë shumë në mod, edhe mund të i veshësh në shumë mënyra të ndryshme. Kjo është si tip saten në prekje. Tani qa material është fiks nuk e di, mbasi është edhe 100% poliester. S'më intereson. Mua më intereson të më ri mua bukur, edhe ka menduar që mundem të vesh disi kështu, lart një bluze, ose kështu në kokë. Mirë tani, ju, mos më shikoni kështu. Mendojni me një outfit tipit shkoj për piknik me një fustan kështu cute, e ta ve këtë sipër në kokë. Do duket shumë nice. Ose pastaj mundem ta ve edhe kështu, tamam si e ka, domethënë, si e veshin në përgjithësi njerëzit. Në qaf. Edhe kështu duket shumë elegante, shumë e bukur. Po mundem të investoj pak në aksesore në përgjithësi, sepse ndjem që bëjnë ndryshimin te outfiti jon. Mund të kesh një outfit shumë bazik, një bluzë të bardhë, një pal pantallona të zeza ose kafe ose çdo gjë, edhe ta kombinosh me aksesore nga lart e ta bësh fantastike. Edhe blerja e fundit, e cila është një libër. Unë që thoni, ju kisha lajmëruar herën e fundit që lexoja një seri me libra, ishin 4 libra. I mbarova të 4-ta, të gjitha, mbarova, nuk ngelen më. Edhe tani pash këtë, autorja quhet Chloe Walsh. Nga ku është kjo nuk e di, në një amerikane do jetë, me shumë mundësi. E pash në TikTok këtë rekomandimin prap. Edhe më duket edhe kjo nice, edhe kjo është seri, ka edhe kjo shumë libra të tjera. Edhe më pëlqen koncepti e serisë, sepse ndjem që nuk mbaron kaq shpejt një libër. Domethënë, unë dua të ketë pak vazhdim historia, ose të jenë historia të ndryshme të gjitha që në fund lidhen njëra me tjetrën. Ndjem që më jep kënaqësi më të madhe, sepse është sikur shikoj një serial me shumë sezon. Season 1, Season 2, Season 3, Season 4. Tani që nuk e di si do jetë, shpresoj të jetë e mirë. Pash rekomandime të mira. Kjo kushtonte 25 euro. E shtrenjtë. Kjo e shtrenjtë. Duhet të kërkojmë si gjejnë Vinted këto librat, sepse kam parë që shumë goca shesin libra në Vinted. Edhe unë me shumë mundësi mbasi këtë serin që mbarova mund të ve ta shes në Vinted, pse jo, why not? Gënjeva, libri nuk është i fundit. Vajta në Galeri de Beauté. Edhe mora këtë concealerin nga NYX, të cilin e kam përdorur edhe herë të tjera. Më pëlqen shumë sepse është shumë i lehtë në fytyrë. Është si concealer bashkë me serum, hidratues në përgjithësi. Nuk është mat, as nuk të ri i rënd në fytyrë. Mua më pëlqen shumë, thjesht i vetmi problem që ka është që kushton 10 euro edhe mbaron brenda 2 javë, edhe shumë shpejt. Plus, kam edhe këtë, vajtën në Sephora, që thoni këtë ditë. Edhe me që kalova një xhiro thash, më kishin dërguar mua mesazh, po nuk e keni parë te vlogu i fundit, më kishin dërguar mesazh që hajde merr dhuratën tënde për ditëlindje. Sephora mbasi e bën këtë për njerëzit që janë të regjistruar në sistemin e tyre. Edhe vajta mora dhuratën time, kjo ishte. Këtë këtu më dhanë, është nga brandi Glow Recipe, që e vërtet është nuk kam provuar kur këtë brandin, edhe desha shumë. Këto janë mini, normalisht, këto të vocklat. Okej, why not? Dhe i përdor të dyja. Kjo është toner për fytyrën, BHA, Pore Tight Toner, edhe kjo tjetra është serum me niacinamide. Shumë nice. Dhe i marr me vete me shumë mundësi edhe te udhëtimi që do shkoj, sepse janë të vockla edhe do nxejnë shumë kollaj në çantë. Edhe tani mbarova. Këto ishin blerjet e mia. Ja, mos më lini më ta harxoj lek. Kam haruar t'ju them diçka shumë të rëndësishëm për jetën time, jo për ju. Jam bërë gati tani, sepse të shkoj në kërcim. Nise për seri,
kurs kërcimi. Bëja kërcim kur isha më e vogël, latin. Kisha ndaluar te viti i fundit e shkollës, se kisha provimet që të kaloj në universitet, isha super e stresuar edhe nuk desha të kisha edhe aktivitetet të tjera brenda ditës. Qa kam këtu te syri? Edhe tani, kisha këtu edhe pak kohë që thoshi që dua të filloj, do të nis, më pëlqen. Në përgjithësi, kërcimi për mua është një nga momentet të ditës që realisht fik trurin edhe kaloj bukur. Kur mbaroj, ndjej atë kënaqësinë te shpirti im, nuk e di si ta shpjegoj. Sa hyra brenda te kursi që vajta edhe kam nisur këtu edhe 2 javë diku, po thjesht nuk e kam përmendur në video dhe tani u kujtova që po bëhesha gati, thash prit, t'ju lajmëroj pak për të rejat në jetën time. Sa hyra brenda te kursi, herë e parë, ndjeva atë gjën që thash po. Këtu është për mua. Unë duheshe të kisha nisur shumë kohë më para, po ja që tani erdhi momenti, sepse kisha atë turpin e fillimit që ju kam thënë që desha të shkoj me një njeri, edhe erdhi me mua Irini, kushurira ime, e cila edhe ajo bënte latin kur ishte më e vogël, më pak vite se unë, po prap i pëlqente, do me thënë ishte diçka që i jepte edhe asaj kënaqësi, edhe tani më tha hajde të fillojmë bashkë. I thash super. Kështu që kemi nisur latin edhe salsa bachata. Jam në grup me vajzat të tjera, sepse nuk desha ta bëj në formë të shkoj në për si quhen ato, që konkuron. Nuk desha të shkoj në konkurim. Desha ta bëj për qef. Kaq ishin të reja dhe mia, tani për pak duhet të nisem, sepse në orën 6 kam kërcim, duhet të shkoj të marr Irinin me makinën edhe të shkojmë. Edhe outfitin për sot është kjo këtu, kam veshur këtë bluzkën e cila është me mëngë të gjata, disi ka këtë stilin që është pak më e veçantë. Edhe nga poshtë kam veshur tuta gri të gjera fare, sepse sot ndiem pak e fryr, pak nuk e di, ti si më dhembe dhe barku. Kështu që thash të vesh diçka super të rehatshme, që të mos ndiem në siklet. Këto flokët e mia jam e sigurt që për 2 minuta do bjen poshtë, po s'ka që do i kapim prap. Hello shqiptar! Je gati? Shumë gati me Bugatti. Qa? Apo TikTok-in e këto. Shumë gati me Bugatti. Tani kjo këtu, se duhesh të ndodh? Më thoni pak ju. Do të thënë, çfarë të keqe kam bërë që të ndodh kjo gjëja këtu? Mirëmëngjes. Dita nuk ka filluar mirë. Nuk ka nisur mirë. E shikoni situatën. Ora është 10:30 e mëngjesit, edhe unë kam erdhur të bëj vetullat edhe qerpikët në një vajzë, të cilën e kisha në shkollë, po nuk bënim ndonjëherë shoqëri, nuk ishim shoqe, domethënë kam folur, e kam parë. Edhe më kishte thënë Nadia, kushurira ime, që vjen i bën këtu vetullat edhe qerpikët. E thash e di ça, më prononte edhe mua një takim sepse po bëjmë gati për udhëtimin që po afrohet. Të dielën nisemi për Shqipëri, gjithë familja, unë, mami edhe babi, edhe do vjen edhe motra në Shqipëri nga Italia, edhe nga Shqipëria do ikum diku tjetër, të gjithë bashkë. Kështu që duhet të bëjmë disa përgatitje për këtë udhëtimin, edhe kjo këtu, diçka duhet të bëhet edhe të ik deri të dielën. Nuk e di çfarë do bëhet, do mundem të bëjmë maska, të ve kremra, të ve çdo gjë. Kjo duhet të ik. Por tani le të shkojmë te shtëpia e gocës. Tani mundem të them që ndiem pak më mirë. E vërteta është. Mirë, kjo ekziston akoma. Por diçka do bëjmë, do shkoj të vej një pimpël paç tani që do shkoj në shtëpi, se nuk mundem ta shoh më. Ere ka dalë edhe këtu në mes të ballit, nuk mundesh të dalë diku këtu në anë të paktën, se kam edhe këto që janë shenja, nuk janë puçra, më kanë ngelur thjesht nga puçrat që kishin dalë. Po doli këtu, në mes të fytyrës. Por të paktën vetulloshkat e mia edhe qerpikët duken shumë të bukura. Edhe goca që vajta që kisha kaq kohë pa i parë edhe nuk ishim folur kur në jetën tonë, ishte shumë e mirë. Bëm muhabet, diskutuam, kaluam kohën tonë bukur, edhe tani po shkoj në shtëpi të ha diçka, sepse nga ora 3 duhet shkoj të bëj edhe thonë që ju thash. Se janë rritur mjaftueshëm shumë, edhe duhet disi ta rregullojmë gjithë situatën.
U ktheva në shtëpi, hangra shpejt një kuluri. Edhe një kulaçkë. Edhe nuk kam ngrënë drek. E hangra për mëngjes. Drek do haj kur të kthehem, se tani do ik për thonjës. Po u kthe mami në shtëpi, edhe ka marrë tani të ha. Dëgjoni pak. Ka marrë të haje. Të haj. Ka marrë të haj. Makarona që kisha bërë unë para 2 ditësh, që kishin dalë edhe skandal, e nuk i kisha bërë fare të mira, e kishin dalë skandal, edhe kanë 2 ditë jashtë, këtu as në frigorifer nuk ishin këtu jashtë. Unë vajta t'i herë, tani më the mami hajde, na me mua këtu, se po më hajt, i mori, ka vënë edhe fasule, bashkë me makaronat. Makaronat nuk janë gra, se përfundime vënë fasule të gra. I mora t'i provoj, po s'më pëlqen. Normale. Ka marrë fasule tani në të jetën pjatë, me mish, me pastërma, edhe ka marrë edhe lakër. Sallat me lakër. E kuptoni ju tani situatën në këtë shtëpi? Qa ka kjo situatë tash? Po ha, fasule po aty edhe sallat me lakër. Po, në të njëjtën pjatë që ke vënë makaronat e mia, të cilat vetë jenë sigurt Janë prishura. Këto janë bërë si byrek, Si byrek, fiks. Jo si byrek, si brumbe byrek. Kam imunitet, ka organizëm të fort. Bravo. Stomat fort. Bravo, stomat fort. Unë, kur të kthehem në shtëpi, do ha kërnacka janë? Do ha kërnacka, që ai kanë pjekur që dje. Po këto hahen, këto më mirë. Hahen. Ato të vrota, Hahen. Tara, edhe këta mund të hash. Që nuk kanë gra unë. Por tani është ora të vishen, edhe dua sa të kthehem në shtëpi, nis të nxjerr disa rroba të cilat do i marr me vete, sepse duhet avash të filloj të bëj valizhen time gat, sepse sot është e premte, edhe ne do ikim të dielën në darkë, në mbasditë. Kështu që duhet të filloj të krijoj outfite, sepse unë kur shkoj udhëtim, duhet të kem gjëra gati. Outfiti për mëngjes është ky, outfiti për darkë është ky. Edhe ti kem standarde sepse në atë moment po mora çfarë të gjej në dollap, i futa në valizhe, edhe nuk kam krijuar asnjë outfit, jam e sigurt që do bie në depresion. You're at the bar hanging out with your regular dudes. You see her name on your phone and you know that you're screwed. You know that it's true. She buckles up going off about Hollywood stuff. Nuk ju kam folur fare, por ne sa arritëm në Shqipëri, jemi në Kapshtec. Shtëpia mbrapa që dini të gjithë, erdhëm të gjyshi. Nuk i fola fare dje sepse thjesht po mundesha t'i bëj të gjitha gjërat gati, valixhe, rroba, të gjej outfite. I kisha lënë pak të gjitha për në fund, por ja dola. Shpresoj t'ja kem dalë se tani po kam haruar diçka, s'kam ç'bëj. M'duket kryesoret i mora. Do me thënë pasaportën time. Me që kalova këtej, do me thënë që ato kryesoret i mora. Tani gjithë të tjera, po mungovi diçka, mungovi. Bam dalesën tonë të parë në Kapshtec. Do shlodhet pak babi me që ka ngasur makinën këtu edhe pak orë. Edhe pastaj do nisemi për Tiranë. Do marrim edhe gjyshin me vete. Edhe do shkojmë të gjejmë motrën e cila ka arritur në Tiranë tani. Edhe po na pret. Your skin floating on me like water, and I'ma let you do whatever, making my heart beat stutter. Oh, your lips stained on me like red wine. Përshëndetje, mirë se vini në shtëpinë tonë. Që s'ka drita. Që s'ka drita. Po, që na janë djegur dritat. Balkan Lifestyle. Arritëm. Debo. Jemi nisur në orën 8 të mëngjesit, edhe kemi arritur në orën 8 të darkës. 12 orë rrugë. Në sallon. Nuk kemi dritë, po kemi dashuri. Po kemi 2 goca si drita. Se kështu i të hamshime. Thoje qartë. Do ham. Motra, Më hajt buk. e kuptova. Më hajt buk. E kuptova. Dua një krepa me Nutella edhe me Kur kemi biskot. ndryshuar role? Kur është bërë ky ndryshim i roleve që ti do krepa me Nutella? Me Nutella. Nutella! Më hajt, jo mirë, po morët pizza do hajde Pizza. 2 copa pice, Edhe pastaj do ha Nutella. Nutella. Marrim një pizza, një Nutella edhe Po, ndajmë. po. Motra më ka marrë dhuratë për ditëlindje, që kanë kaluar, po ne tani takohemi. Ja ka treguar këtë dhuratën edhe Irinit, kushurirës, edhe më ka thënë edhe Irini, "Oh, fantastike këtë janë dhe", dhe unë po pres tani të shikoj diçka shumë të bukur. Shpresoj të jetë e bukur. Po edhe të mos jetë nuk do e tregoj. Thoje.
shkruan një brand që unë e kam parë vetëm te ëndrat e mia. Një herë si fillim. 2 herë janë këpuc, këtë e dija. Janë taka, këtë e kam kuptuar. Tani po tha vërtet apo Jo, vërtet. Apo po e bën që mos më. Jo, vërtet. Mua më pëlqevën te, edhe do ta vesh në mua më kam. pëlqejnë shumë. Vjen në vere në kam të shohë sa bukur i në kam. Angelina ka mato. Ka të anto. Karista fare. Telja. Të bukur apo të rrezikshme? Pse? Me atë maj që kanë? Po in ato se lana e tëra mirë me atë majën, të mbaroj. Janë fantastike. Kanë edhe këtë D këtu, që është nga Diori. Po, nuk e kuptua. Edhe taka. Është aq sa duhet, se unë në përgjithësi nuk jam tip që ve shumë taka të larta, nuk mundem t'i hec. Kështu që kjo është oldhim klasik, të zeza, fantastike, shkojnë me çdo gjë, edhe kam një paltaka shumë të mirë. Si ndjesh që më ke marrë brandet që kam në koleksionin tim, se vetë nuk kam marrë kur brand. Po dalim të haj. Po dalëm të pim kafe, mot. E mirë, po mbas kafes, Do hash. ata desha të dëgjoj. Do shkojmë te Lulishtja, se normale ne sa shkelim këmbë në Tiranë, do shkojmë te Lulishtja të pim kafe, edhe pastaj do shkojmë te Baziku të marr një krepace. Nuk mund të pijmë edhe kafe dhe krepa, pse duhet bëjmë në 2 vende? Që lart. Hajde trajtojmë një Lulishtën, s'kaq. Dhe trajtojmë një herë Lulishtën. Po shkojmë direkt te Baziku. Do ha krepa me Nutella. E mban motra pallton me stil këtu, që ta mos i lagjet poshtë. Lere poshtë nuk të laget. Lere poshtë me lere. Ashtu. Që na i shpife. Në le të bëhet palare ta lagë, që ashtu të po e mbaj. Jemi shtrirë me motrën. Tata! Desha t'ja u bëri surprizë. Shikoni pak setupin që kam bërë këtu me fleshin e motrës, që të dukemi. Nuk më pyeti fare, thjesht më mori telefonin nga dora. Normale. Kjo puçra nga balli nuk ka ikur akoma, por desha t'ju them që u kthem në shtëpi. Bëra banjë. Edhe tani jemi shtri në krevat, po shikojmë të dyja. Bërë super vlog të dyja. Super vlog. Po shikojmë të dyja TikTok. Ora ka vajtur 12 e natës. Unë po lexoj zbulime shkencore të reja. Nuk e di për ty. Fol për veten. Unë isha te scientists.com. Po lexoj zbulimet e foto. Po. Por nesër, unë në orën 10:30 kam pronontuar. Pronontuar? Që prenontuar? Prenontim. Entrepreneur. Prenotazione në itali. Mirë, okay. Kam takim për flokët. Do shkoj t'i rregulloj Teni, që e kemi këtu afër te shtëpia, që të dukem si njeri, edhe të më bëj kaçurelka të bukura, edhe pastaj të jem kështu e bukur, e pastaj do kemi edhe gjëra të tjera të bëjmë brenda ditës. Që faktikisht e lëra nuk është fare e bukur. Veçëm kur bën kaçurelat bëhet e bukur, se për tryshe. Edhe tani natë. Hello, mirëmëngjes. Nga një fytyrë të lodhur edhe një tjetër të bukur. Jemi zgjuar sot. Unë jam në këtë fazë sepse po pres të më vi orari për takimin që të shkoj të bëj flokët, të ndjem pak njeri më në fund. Motra ka punë të tjera, do ikin me mamin, të shkojnë te bazari i ri, të marrin disa perde. Ku e di unë, nuk kam kuptuar. Ndërkohë nesër nisemi edhe për udhëtimin ton, kështu që duhet të nis të bëj tani edhe check-inin, edhe këto gjëra të fundit që na duhen. Are you ready? Për çfarë? Për nesër. Për nesër për të ikur. Po. Ose më mirë të them je veux l'amour, le jour, le jour, je m'en. Tani që kuptuat. Je veux jouer. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Bonjour. Oui. Croissant. Bijou. Fantastike.
fantastike, ere sa më kishin munguar Do duart kërë edhe edhe të iksa, faleminderit shpirt, të faleminderit lumshin shumë. duart. Edhe mua shumë për zotin. Po. Njëri tjetër ndjem. Jam kthyer në shtëpi, floçkat e mia duken fantastike. U lueva edhe pak, kam vënë pak concealer, pak ruzh. Jam veshur edhe me këtë setin jinxe poshtë, jinxe lart. Kam vënë edhe 2 xhaketa nga brenda se un jam një njeri që plevitosem në përgjithësi. Kam super ftohtë edhe tani do iki prap nga shtëpia, ndërkohë un jam vetë në shtëpi. Motra ka ikur. Ju thash që kishte një punë të shkojt marrë ca perde. Tani vajti te Gjena që të pres flokët. Unë nuk prononova kësaj radhe se nuk i preva flokët, por tani që po e mendoj, i shikoj anët e mia që janë pak të djegura, thash, base duheshe, po tani është too late. Herën tjetër s'kagje. Do shkoj tani të gjej edhe unë motrën. Mami me babin kanë ikur, kanë vajtur të bëjnë disa punë, edhe unë do shkoj të gjej motrën sepse kemi pastaj një takim pune të motrës, edhe pastaj kemi lazer në trup te Klinika Grande që shkojmë gjithmonë. Do bëj mirëmbajtjen time normale. Çdo herë që vi në Shqipëri është gjëja e parë që pronontoj lazeri. Edhe duhet tani të thras një taksi të vit të më marr, sepse jam vetë, edhe ndjem pak siklet tani që do hyj në taksi vetë, sepse në përgjithësi kur lëvizem me taksi jam me motrën. Tani pak sikur po më vjen pak tur, po s'ka gjë, do e kalojmë, të gjitha do i kalojmë në këtë jetë. Edhe them të zbres avash poshtë, ndërkohë nuk kam marrë palto me vete. Kam marrë vetëm peliçen time, të cilën nuk mundem ta ve tani, se nuk është koha e Tiranës për peliçe, nuk ka kaq shumë ftohtë. Nuk është edhe për këtë, është për një palto. Palto nuk kam. Do dal kështu, shpresoj të mos plevitosem. Kur shikoni këtë pasqyrën e famshme, kuptoni ku ndodhem, sa arrita te Gjena. Ndërkohë kam kamerën në dorë edhe po filmoj me telefonin, thjesht e kisha më kollaj tani. Edhe tani mundeni të shikoni edhe outfitin total në pasqyrë. Shumë cute ndihem sot, shumë nice. Kam veshur edhe çizme poshtë unë. Kështu si bose kam erdhur. Mbarovi me floçkat, të cilat i kanë dalë shumë të bukura, po tani nuk më shikon. Po, shikoni sa cute! Shikoni sa e bukur! Edhe tani po shkojmë për një takim? Po. Takimi është te vendi ku duhet të ishim ne hec. Hajde! Arritëm, me zi po pres për seancën time, edhe që nuk kuptoni qa liri të jep kjo gjeja pastaj. Ri 3 muaj, nuk ka brisk me dorë, nuk kupton, kjo është lumturi në jetë realisht. Freedom. Edhe në dimër bet përgatitja për në behar, ta mbani mend këtë gjë. Edhe nga ana e palestrës, po edhe nga ana e depilimit edhe të gjitha këto gjërave. I wanna crush my car tonight, 'cause I couldn't think about it. Jemi kthyer në shtëpi. Unë deri tani nuk ju kam folur fare sepse po bëja editing vlogun që po shikoni, që të arrit të postoj nesër, edhe prandaj të gjithë kanë fjetur gjumë. Unë jam e vetmja që kam ngelur zjuar, por duhet edhe unë të shtrihem sepse nesër duhet të zjohemi nga ora 5 e mëngjesit, kështu që më duhet pak gjumë dhe mezi po pres të shoh si do jetë nga afër. Kështu që natën e mirë nga unë, edhe ne të shihemi te video rreth.